Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të hëndat 15 dhjetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin: Greqia duhet të kërkoj falje për masakrat në Çamëri, mola e mikrobeve brenda në veting me 2 vula. Tryeza e udhëheqësve të komuniteteve fetare të Ballkanit vitin e ardhshëm do të zgjerohet për të mbajtur në Tiranë. Kaos me bujë zer, misteri e lëmimit apo presioni të ajrit, jasi 5 pasagjerë mbetën pa ndjenja dhe avioni u kthye mbrapsht nga Londra. Në gazetën Kushtrim Brezash mund të lexoni: shpallja e pavarësisë erdhi nga vetë shqiptarët. Historia e lavdishme e 4 nëntorëve të Shqipërisë. Çlirimi i Tiranës mbetet një kulmim i luftës antifashiste dhe nacional-çlirimtare të popullit ton. Puka përkujton 81 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë. Në gazetën Panorama mund të lexoni: hetimi ministres Rama mbron Ballukun dhe sulmon drejtësinë për plasja me BKH-n. Balluku ndan kushtetuesen, 3 gjyqtarët e karrierës kërkuan që të mos preket GJKO, 5 të tjerë pa eksperiencë mbrojtën pushtetin. Në gazetën Dita mund të lexoni: kur flet kryeministri mund të ketë rezerva ndaj veprimeve të SPAK apo BKH-s, kjo është e drejtë dhe legjitime. Por retorika të tipit trimoshat me patllake janë të papërshtatshme dhe jo serioze, mbi të gjitha janë të dëmshme. Çfarë ka ndodhur në 20 nëntor mes 3 agjentëve të BKH-s dhe gardistëve të kryeministrisë? Ajo që ka ndodhur në Sarajevo është përtej çdo imagjinate njerëzore. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni: krizë të vllaznia ngec në Loro Boriçi, kuqe blut shkojnë 6 pikë larg Kreut, Martini u lë fajin lojtarëve. Egnatia djeg Dinamon Elbasani për infrakt, bardhe blut pik mes polemikash, protest për gjykimin e Bajramajt. Cone Pacatësia dhe Jan Solere mbyllin me Tiranën. Të kuq triumfojnë, vlonjatët mbeten në fund. Inter i merr komandën, zhgënjen Milani. Barcelona kampione 2025-s, Reali. Haaland si makineri golash, City ruan hapin e Arsenalit. Bayern i gabon dritjeshile për Musialën.